Qeveria greke ka njoftuar rritjen e pagës minimale bruto nga 1 prilli, e cila do të arrijë në 920 euro. Sipas njoftimit të kryeministrit Kyriakos Mitsotakis gjatë mbledhjes së Këshillit të Ministrave. Bëhet fjalë për rritjen e 6 radhazi që nga viti 2019, ndërsa vetëm gjatë vitit të kaluar, paga minimale u rrit me 40 euro në muaj, ose rreth 4.5%. Qeveria thekson se ky vendim synon të mbështesë të ardhurat e qytetarëve përballë kostos së lartë të jetesës. Rritja e pagës minimale prek gjithashtu një varg pagesash dhe përfitimesh të lidhura me të, duke përfshirë shtesat për vjetërsinë në punë dhe periudhat 3 vjeçare. Përfitimet sociale përfshin shtesën për personat e martuar, që rritet në 10% të pagës minimale, si dhe asistencën sociale për të papunët, e cila ngjitet në 564 euro nga 540 euro më parë. Ndikim ka edhe te leja e lindjes, leja prindërore, programet e punësimit dhe ndihmat sezonale për punonjësit e sektorit privat. Përveç sektorit privat, qeveria ka parashikuar edhe një rritje horizontale prej 40 eurosh për të gjithë nëpunësit e sektorit publik. Sipas të dhënave zyrtare, që nga viti 2019, paga minimale është rritur nga 650 euro në 920 euro, një rritje kumulative mbi 40%. Partitë opozitare dhe sindikatat e konsiderojnë këtë rritje të pamjaftueshme përballë inflacionit dhe shtrenjtimit të kostos së jetesës.